Zoti Cakani, çfarë po ndodh me Erion Velian, i cili aktualisht ndodhet në gjykatën kushtetuese duke dhënë argumentet e tij sa i përket pjesës së shkarkimit nga ana si kryetar bashkie, qoftë me vendimin e Këshillit Bashkiak dhe më pas me dekretin e presidentit? Në fakt, me zotin Veliaj nuk po ndodh asgjë, po ndodh ajo që në fakt duhet të kishte ndodhur që në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë. Pra, në momentin që ai u mor vendimin për shkarkimin e tij. Pra, po ndodh ajo që zoti Veliaj si asnjëherë më parë ose në kundërshtim me shtetin, me kushtetutën, me konventën evropiane, me ligjet e një shteti të së drejtës, që zoti Velia nuk u dëgjua në pretendimet e tij kur Këshilli i Bashkisë në unanimitet ngriti dorën, kartonin për ta shkarkuar atë. Dhe nisur nga kjo, krijoi një debat padyshim juridik, por dhe një debat të cilin sot ka përfunduar në gjykatën kushtetuese, dhe ne po e ndjekim atë debat për të cilin thash duhet të ishte nisur që në mbledhjen e Këshillit Bashkisë. Unë vazhdoj të këmbgul që ndaj zotit Velia është bërë një puç institucional, për sepse ai në të gjithë të drejtën e tij të ligjshme, nuk është e drejta për të dëgjuar, është parimi bazë në një shtet demokratik, nëse ti nuk e dëgjon atë për të cilën ti vendos, atëherë do të thotë që të gjithë veprimet që ti ke bërë janë në shkelje të rregullit të ligjit dhe kushtetutës. Kështu që zoti Velia sot po dëgjohet, padyshim që gjykata kushtetuese ka bërë veprimin më të dur, më të mundur, më minimal, mund të themi, kushtetues, që ka thirrur zoti Velia për ta dëgjuar në pretendimet e tij. Unë nuk e di çfarë vendimi do marrë gjykata kushtetuese, po unë do dëshiroja sinqerisht që gjykata kushtetuese të jepte një shuplak, po të jepte një shpull të gjithë veprimeve antikushtetuese të këtyre institucioneve, nisur nga Këshilli i Bashkisë, nga Këshilli i Ministrave dhe nga presidenca më pas. Prandaj që unë sot jam jo tifoz në kuptimin politik i Erion Velis, por unë sot bashkohem me Erion Velin në kuptimin juridik ndaj tij, sepse thash është bërë një puç institucional në njeriu i cili është zgjedhur me votat e qytetarëve, i cili nuk ka përveç se qytetarët, përveç se vendimi i formës së prerë të penal të gjykatës mundet ta bëjë atë që ai të largohet në këto forma, siç vendosën ata ta largojnë. Zoti Cakani, nëse gjykata kushtetuese rrëzon kërkesën e presidentit, a do të vijojë më pas Erion Velia të mbetet kryetari i Bashkisë së Tiranës deri në një vendim tjetër për shkarkimin e tij dhe ose më saktë për pasjen e një dekreti, po themi, sipas kushtetutës? Shiko, unë thash, mendoj dhe në fakt nuk e di pse kam një bindje që gjykata kushtetuese do ta rrëzojë dekretin e presidentit, pra do ta rrëzojë të gjithë procesin e marrë ndaj Erion Velis. Padyshim që pas këtij vendimi të gjykatës kushtetuese, që nuk besoj të jetë sot në fakt, do besoj se gjykata do të rriqet për vendim, por Erion Velia do jetë kryetari i Bashkisë, do vazhdoj të jetë kryetari i Bashkisë me gjithë të drejtat e tij dhe kompetencat që i përcaktohen në ligjin 139/2015 për vetë qeverisjen, në kushtetutë e kështu me radhë, por gjithmonë në kushtet e një momenti procedural jo pozitiv për të, siç mund të jetë ajo e arrestit në Burg. Kështu që nëse gjykata kushtetuese sot vendos që zoti Veliaj të jap të drejtë zotit Veliaj, padyshim që ai do vazhdoj të jetë kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe do ketë gjithë të drejtën e tij të emërojë edhe zëvendësit e tij, pra t'i bëjnë ulje dhe veprimet që janë kryer më pas, ku zoti Rama ka marrë kompetencat e kryetarit të Bashkisë dhe ka emëruar aty persona të cilët nuk kanë asnjë lidhje me bashkinë dhe pa pyetur kryetarin e Bashkisë zotin Veliaj. Kështu që unë do isha i kënaqur, thash, jo për kënaqësi politike, se sa për një kënaqësi juridike,
që sot Zotit Veliaj t'i kthehet digniteti padyshim njerëzor, por pse jo dhe t'i kthehet edhe posti kryetar i rrëmbyer padrejtisht i kryetarit të bashkisë. Në fjalën e tij që është duke mbajtur në kushtetuese, Erion Veliaj ka sulmuar dhe antarët e Partisë Socialiste në Këshillin Bashkiak duke thënë që fali Zot se s'din çfarë bëjnë dhe lutem çdo natë për ta. Tashmë me këtë deklarat, a është një luftë e hapur kundrejt edhe njerëzve të Edi Ramës dhe vetë kryeministrit? Çiko, unë kam thënë mendimin tim për antarët e Këshillit Bashkiak Socialist në Bashkinë e Tiranës. Problemi qëndron që ata janë prodhimi i Erion Velis, ata janë njerëz të Erion Velis, kanë qenë miq të Erion Velis, kanë qenë shok të Erion Velis, dhe unë nuk e di pse ata përfunduan si goima. Ju e dini që janë goima. Dhe kështu që ata nuk e meritojnë as respektin më minimal që mund të kesh për ata njerëz. Sepse jo vetëm që treguan se janë tradhtar në kuptimin e mirëfillt të fjalës, por treguan edhe një papërgjegjshmëri institucionale dhe mbi të gjitha treguan që janë ignorant në fushën juridike. Po si mundet të ngrësh dorën ti të shkakosh kryetarin e bashkisë pa e dëgjuar kryetarin e bashkisë? Po si mundet të arrijë një njeri normal që ka dy njohuri minimale juridike. Minimale juridike, që të thotë, jemi mbledhur këtu sot do shkakojmë kryetarin e bashkisë. Po kryetari e bashkisë ku është? Ta dëgjojmë pse nuk ka ardhur në punë. Kjo është më minimalja, është minimalja që mund të bëhet në një demokraci, Dhe Verogja në mbledhjet e byros e pleniumit i dëgjonte, dhe Beqir Ballukun, dhe Kadrias Biun, edhe Mehmet Shehu, i lindte të reflektonte, po i dëgjonte. I vriste, i pushkatonte, po i dëgjonte. Pastaj merrte masa. Po këta nuk e dëgjuan Erion Velin, e kuptoni apo jo? Mua kjo më shqetëson, unë nuk jam as simpatizant, as antar i partisë, as kam votuar ndonjëherë Erion Velin. Po unë flas juridikisht. Sepse po nuk fola juridikisht, është e kotë që unë ta jap një intervistë për ju. Sepse nuk jam koherent me rolin tim të avokatit. Por si ata njerëz nuk meritojnë kokën e respektit, janë deputetët e parlamentit të qytetit. Deputetët e parlamentit të kryeqytetit që është si mund të themi avanguardi mund ta quajmë i Shqipërisë. Dhe ata deputet Palacio kishimtar. Po mund të themi mund të përdor edhe një fjalë tjetër, që ata jo më që nuk janë minjos, sepse kjo është ana njerëzore morale. Po ata dhe anën juridike kanë shkelur. Dhe tani do të gjënë ose më të drejtën e tij Zoti Veliaj, që ti anatemoj, ti quaj, nuk vëlloj epiteti atyre njerëzve atje. Atyre gra, vajza, burra, që janë atje, në atë parlament qyteti. Dhe me të drejt, Zoti Veliaj, sepse është bërë një skenë e pështirë ku vetëm parlament qyteti nuk ishte atë ditë që shkakuaj. Atë ditë ishte poleci, sikur ishte, në zëtë fëmi kopshti dhe ngrini dorën, se o thosë susja ngrit dorën ullë dorën. Ja kaq, këta janë ata që udhëheqin qytetin e Tiranës. Nuk po them Shqipërisë, po ata që ka votuar populli i Tiranës. Ja ata janë që pat ju. Sa të them unë tani, si mund ta shpjegoj më ndryshe, sepse juridikisht i ke kaluar sa saqe. Saqet juridike në këtë vend, domethënë mendimet juridike dhe këshillat juridike këtu në këtë vend nuk janë më vend të qytetarëve. Sepse nuk e kuptojnë çfarë do të thotë liria, digniteti njerëzor, që janë mbi themele, janë ndërtuar Europa, janë ndërtuar vendet e lira mbi dignitetin njerëzor me liritat e njeriut, me lirin për të dëgjuar. Para çdo kujt, përpara gjykatës do dëgjohesh, përpara çdo lloj gjëre, e kupton, duhet të dëgjohesh. Dhe pastaj me çfarë do vendimi të duash, por dëgjohej një. Dhe kështu që Zoti Velia, përveç faktit që ata atje i ka mbështetur, i ka promovuar, i ka bërë njerëz mbi të gjitha,
I ka bërë njerëz, i ka marrë rruga e bëri njerëz. Dhe ata grëndorën. Ja kjo është.